E konsideruar si një nga shkollat më problematike për shkak të amortizimit të qatisë së saj dhe lagështirës së skajshme gjatë vitit të shkuar shkollor, ka detyruar Bashkinë Vaudeos që të investojë menjëherë pranë shkollës Prekcali në fshatin Mali i Jushit, në jasinë administrative të Bushatit në këtë bashki. Një investim i cili kap shifrën e 43 milion lekëve, tashmë ka hyrë në zbatim dhe firma kontraktuese ka nisur punimet për rikonstruksionin e plotë të qatisë së kësaj shkolle, në mënyrë që ky vit shkollor të ketë kushte optimale për nxënësit e kësaj shkolle. Kuadrin e fondeve të akorduar nga Ministria e Arsimit për rikonstruksionin e shkollës Prekcali në fshatin e ri, Bashkia Vaudeos ka intensifikuar punën me firmën zbatuese për vendin e eficiencës sa më të shpejtë të shkollës dhe të marrëvajtjes së procesit mësimor. Kjo shkollë ka marrë investimin fal buxhetit të Bashkisë Vaudeos, duke realizuar me shpejtësi të gjitha procedurat në mënyrë që dimri të mos trokas me një qati jashtë çdo standardi dhe rreshet të mos deportojnë brenda objektit, aty ku mësojnë më shumë se 100 nxënës banor të zonës. Bashkia Vaudeos ka në prioritetin e saj arsimin dhe si i tillë po merr një vëmendje të veçantë nga drejtuesit e kësaj bashkie.